Po, pikërisht gjendemi në lagjën e Gash të fshatit Tonos, ku kemi filluar punimet rreth asfaltimit të kësaj rruge shumë të rëndësishme, kësaj arterie që lidh domthon fshatrat rrugën regionale Tonos me fshatrat e komunës së Bujanovcit dhe një pjesë të komunës së Tërshevës. Kjo rrugë ka ngel dëshim në çfarë gjendje dhe ose armë në pushtet, morëm iniciativën për ta asfaltuar me të gjitha standardet, pra me të gjitha parametrat që duhet të ngjajë një rrugë të urbanizuar në pjesën e majtë në drejtim të fshatit të ri, do të ketë domthon trotuare, ndërsa në pjesën e djathtë do të ketë bankina 1 metër e gjys dhe normal do të shtrihet në krahun e djathtë 160 metra dhe prapë në të majtën dhe të djathtën nga 200. Kush i financon këtë? Këto e financohet nga buxheti i komunës, pra ekzekutori i punëve është Savo Bellsha, ndërsa projekti kushton me PVSH 16 milionë 900 mijë. Faleminderit. Faleminderit për këtë. Na jemi shumë të kënaqur që po na bëhet me trotuar, ashtu na bëhet. Ka që të kenë mundësi edhe që kanalli me ata ashtu. Ja mundësi me shtjellë kanalli të çështë. A keni pritur të gjatë nështë keni pritur? Jo, se kemi pritur këtë. Se kemi pritur. Më po, kretar të kësindë. Ne jemi shumë të kënaqur. Besoj që do të jetë një lehtësim për të gjithë qytetarët e kësaj komune, për shkak se nuk e shfrytëzojnë vetëm ne Tërnocasit, po vijnë edhe prej lagjeve tjera kësaj, kalojnë këtu pari për në Lloçan, Gjelan. A keni pritur nështë që me këtë gjatë këtë rrugë që të asfaltohet? Kemi prit, se u konë plan duke që vitin e kaluar edhe me qeverinë e hershme, mira mo nuk e di. Vjen mirë shumë që ka filluar sot në këtë rrugë.